Ajo që nisi shqetësisht me fjalime dhe mesazhe, përfundoi me hedhje molotovi drejt kryeministrisë. Demokratët protestuan në bulevard ashtu sikur se kishin paralajmëruar, por përfundimi i fjalës së kryedemokratit Berisha shënoi edhe nisjen e incidenteve. Teksa Berisha valviste flamurin kombëtar, drejt kryeministrisë nisën fluturimet e molotovëve. Njëherë hyrja e godinës dhe shkallët u kapluan në flak. Flaka e molotovëve nuk ursyen asnjë protestues. Për disa momente, policia në përplasje me protestuesit u detyrua që të hapte kordonin rrethues. Me flamujt e Partisë Demokratike dhe ata kombëtar, disa çmontuan dhe morën me vete hekura ndarse. Lëndimeve nuk u shpëtuan as dy punonjës të policisë së shtetit dhe një fotograf. Konfrontimet u mbyllën në pak minuta dhe demokratët nisën largimin nga sheshi. Vendin e tyre e zunë ekspertë e policisë që nisën mbledhjen e provave për dokumentimin e shkeljeve gjatë protestës.